Për 19 minuta 52 sekonda kaloi 12 rrath nga 500 metra. Kjo kohë mjaftoi që vrapuesi i klubit Trogana Suad Kryeziu të dalë kampion i Kosovës për senior në garën e krosit që u mbaj të dielën në parkun e Gërmis. Pas ty hyn Luan Sejdiu e Fatmir Mehmeti. Kryeziu ishte bindur në fitore. Nuk ishte konkurrencë, domethënë nuk ishte asnjë rival të parafort në këtë garë, por sidoqoftë për mua ka qenë më shumë kjo si një lloj kontrolli, domethënë si stërvitje. Dyshim në triumf nuk ishte as Lulieta Shala që doli e para te femrat. Kam prit me dalje para, gara ka shku shumë mirë, po staza ishte bukur e vështirë, për shkak se kishte shumë mundësi lëndimeve. Ndonë se nuk mori medalje, këto gara nuk i lëshoi as veterani 70 vjeç Muhamet Rama, që tha se nuk ishte lehtë. Ai kur tin gara duhet me ditë që nga arkese, duhet më ushtruar, më përgatite për gara shtyë. Kjo garë që mbahet nga viti 1991 është e veçantë për Federatën e Atletikës. Thjesht edhe atëherët është formuar Federata Atletike e Kosovës, kur e kemi kriju federatën të pavarur prej ish në Jugosllavisë dhe ne gjithherë kemi mbajtur. Ndryshe në garën ku morën pjesë 118 garues nga 11 ekipe, u shpallën fituesit e 12 kategorive tjera.